Papa Leoni 14 në meshën e fundit dhe përkalimin e fundit në Vatikan, takoi versionin e vogël të vetës së tij, një mini pap, një bebush të vogël i cili ka marrë edhe bekimin e atit të shenjtë në daljen e fundit, një pamje mjaft e këndshme dhe gjithashtu mjaft virale në rrjetet sociale.